mjetë pikë në zemër që kum dëgju vllaun tim një moment kur kisha cërnarukën dorën e zezë, e cila masakronte shqiptarët, i kum pas në thëmë mi lekfidu, do thot cërnarukën, e kom pas plumin tyt, mëdhimet sa dhe kësaj dite që s'ja kum zbraz, edhe kemi kalu në peroje, bam, 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 edhe jemi pozicionu si ka edhe autobusit, ja kemi lëshu autobusit. Ba, 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 ba. Ka shku autobusi, hop, hop, edhe ka kris bam, asi. Një pjesë e segmentit policisë ushtarake ka bo aksione tek vreshtat në Roberd. Pastaj policia ushtarake ka bo aksion në fshatin Tomac, në autobusin e policisë e cila shkonte për Deçan. Policia ushtarake ka bo sulm edhe në komandantën e policisë Trakoshit. Policia ushtarake ka lujt rol kyç edhe në ofenzime e madhe 12 prillit. Kështu që marrë në tërësi është një veprimtari kogja përmbajtësore, po sigurisht personalisht nuk jam as përsafër me i knaqun me ata se çka kemi mujt më bon e çka duhej më bon. Po gjithsesi në atë kohë, në formën që kemi vepru si polici ushtarake edhe si brigadë, adin mund t'jemi knaqën, vend për përmirësim ka gjithmonë, po mjetë pikë në zemër që kum dëgju vllaun tim një moment kur kisha cërnarukën dorën e zezë, e cila masakronte shqiptarët, të vendi qurtë të Vaga, rruga Gorra Kocistëg, i kum pas në thëmë mi lekfidu, do thot cërnarukën, por nuk më la vllau jam, tha se këtë familje shqiptare tha e bojnë masakra, e kom pas plumin tyt, mëdhimet sa dhe kësaj dite që s'ja kum zbraz për me hjek atë grup famkeq që ka masakru edhe ka vrarë shqiptarë. Na ishim djemë tri edhe nuk kishim shumë përvojë, edhe konsideroj që o dasht më bo veprime të koordinume, të planifikume edhe të menduara mirë, por gjithsesi kur je ushtri vullnetare, adin me kohë pjekësh, me kohë kalitesh. Po sulmi në atë autobus, nuk kemi informat për sa të vram, s'kemi informat se po në të mocën e kam vendlindje dhe aty kanë qarkullu është rruga kryesore asfalti që kalon për Istog edhe është në mesin e nyjeve kryesore që lidhet Istogu me Pej. Është edhe një rrugë tjetër që shkon në drejtim Trakoshit, anën e djath për Pej, po ajo ka qenë Istog Pej rruga nyja kryesore. Edhe ne si polici ushtarake, shumicën e rasteve na shoshim katomoci, sepse e dishim që qarkullojnë forcat serbe në atë kohë, furnizimet pej burgu Dubravës, u bëshin ndërrimet e policisë, paramilitarëve edhe ushtrisë drejtim Deçanit. Do thot, tu mor pjesë në luftim, tu lodhë, ktheu një stëg, tu shku tjerë të freskët edhe dikon sulmin komandant Trakoshit ka ndodhë me 3 prill, dikon ka ora 7:20, 19:20 faktikisht, për pasoj, do të thot, sulmi ka qenë shumë efikas. Edhe
edhe sulmi në autobusin mbushur me policë, rruga e cila kalon ta jep mundësinë kur e kem pa autobusin pe një pike, kemi vrapu shpejt, aty i thëmë të një vend të projet, shpejt kemi vrapu edhe tu vrapu i kumë thonë, fut në fishekun tyt, po ma në tytën të poshtë, edhe kemi kalu në peroje, bam, 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 edhe jemi pozicionu si ka edhe autobusit, ja kemi lëshu autobusit. Ba, 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 ba. Ka shku autobusi, hop, hop, edhe ka kris, bam, asi. Është një shqiptar që e njojmë ne, që në atë ku o kon në spital, i bom operacion pe zorës qorë, edhe është dhënë një dëshmori, po s'ka pranu më ardhë me të regu të vërtetën se qëfar damin a ju kemi bo atyne. Po në atë ku Haji Spikerica thot që grupi terrorist sulmon të mëc, kemi dame në anën tonë, po si përmenin. Asaj që kemi ndëgju, thojnë është atë dikun 12 policë, thojnë. Po qaj shqiptari e din sakt se që ka ndodhë. Po gjujtjet kanë qenë shumë efikase, edhe kanë qenë ka qenë e pamundur më mbrojt autobusi pe gjujtjeve tonë, tash llogarit 17 kur gjujnë, sa kemi qenë 17 dhe 20. Aty numri ushtarëve, gjithë drejtim të autobusi, çka mund të ketë.